Shfletoj historinë kështu, gjithmonë më dal am një profos. Si para lufte, si mas lufte kontributin e tina, unë edhe gjithë do të me konë mirë njësë. Ta i kësa kategorie, edhe ndjemi privilegjuar që jam mesin e juve. Qka kemi në thonë dy fjallë sonë të më s'ka quve të nduese, me se ti ko gjithë? Unë pak pa orë këtu, kesh me një takem, edhe e kanë shqyrtu ata që është qenë lidhur me prufën. Pse prufës po këthejesh në lëvizjen vetë vendosja? Se mu këthy? Shiko, prof. Unë për vejti, pse nuk po këthejesh lëvizjen vetë vendosja? A di që kem nevoj, na se jenë shumë mica, 3 kem nevoj, pak... Më në mësu di kësha? Më në mësue, më në drejtue. Shiko, une, si thashë dhe ma heret, jam munduar gjithë jetën ja kom kushtu brezi 3. Jo vetit, ja kom kushtu juve. Ja vërtejto. Edhe ja kushtoj. Ta është unë e kom dalë vesh një ndihmu në situatat caktume. Jo me him parti, se jem konë parti e jem një parti, që të thonë... E qka po e thotë ofertë? Ofertë. Po nuk mund është më mbo ofertë mu, se unë e kam trungë tjetër. Do më thonë, këtë tjetër, unë e juve ju respektoj. Për punën që vi boni, për angazhimin, tani ju për situatet caktume, kjo po ka herë unë i thamë keqe keni, edhe kur ta mire keni, keqe keni, situatet caktume. Nuk i përkron gjithmonë e vërtetër. Jo, marrish fartë përkroni, kur e kanë keq, nuk i thamë, ta shti, dhe me thonë, kur e kanë mirë, ju ndihmoj. Por, ku t'jenë situata të shtetit, kombit, të dheut, situata partijake, situata kësi nuk më interesant. E qka për shamull besar, qëfar ofertë e ki për pruvën? Unë e kam diskutu edhe ata që kam s'pja përmane ama konkretisht. Edhe ja kanë bo një ofertë që unë mja thonë këti në unë. Qka? Mu kysh në levizje vetë vendosje, thash në pranverë janë zgjedhje presidenciale, edhe njërin ndërta me konë edhe prëfo. Bravo, të gjitje. Po më përqen ideja për president? Unë e kisha posë qape për... Edhe me nej, unë personalisht që si president... Një president që e një kushtetutën, unë e kisha posë qape për... Një president i cili e një kushtetutën edhe cili e ka hartu kushtetutën, nuk besej që kish posë një njëri ma meritur se kë. Po, tha prova me meritokraci. Por shkak që na e kemi qëtar presidentën, na shta se di jam ta ka me full, po nuk ka lut një rol transition fakturën ndërkombëtar, për shembull nuk ka pas takime, nuk për me orë më na vizitu ose me vizitu shumë pak. Edhe kjo mu për veti nuk më pëlqen. E ke po ofertë për ndryshe prove edhe Gjavit Halitit tu live në emision i ka pas një ofertë. E ke posë për Gjavitin bes? Po, e kom posë për Gjavitin. Po prufën për shembull unë e kisha menuar personalisht, edhe partia ka menuar, po unë e kisha menuar që e kish kry qatë detyrë, që shumë mas mirë ti. Shumë faleminderit. Jam kështu i bindur që zbesaj që kish posë kësu një president mas mirë se ke. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Edhe ti shurtu ose qëto hajde me në anë. Jam në anë. Prap, Faleminderit. dhe mua, nuk i që ato se anina bëllë kënejt. Këta ka rininja kënejna, edhe rinu është ma shumë. Vjen me neve, edhe na të respektojnë. Unë nuk blogët, se gjithmonë rre me tri. Unë e kam shumë mikë. Rri në stop me ta, edhe do me thonë, unë jam i ri për veti, si jam plaka, pro. Unë, si thash edhe ma heret, po i ri e. Si thash edhe ma heret, unë i kom kry do funksionet shtetit, edhe të rëndësishme, edhe jeta shtu më ka imponu me i themelu. Bravo. E kom themelu komunën, për shamë. Tani më ka ra ministri. Tani më ka ra, dhe me thonë, gjykatën. Nuk jam vetëm antari gjykatës, po themelus, se për herë të parë. Dhe me thonë, edhe më ka shku gjitha institucionet që i kam shku, më ka shku si mision, jo si profesion. Mision, ka orë veç ashtu edhe nuk i iki problemeve. Po thonë marë, shteti nuk o pushteti. Po jo, absolutisht, pushteti vjen në demokraci. Pushteti vjen e shkon. Shteti mbetet, mara, populli mbetet këtu. Shteti së është i kërkujo, është i shteti. Njerës të me thonë, punojnë. Se cilë qytetar duhet me funksionu, me punu për shtetin. Se kemi sakrifiku shumë, i kom përmend disa herë, Prekazin, Glogjanin, Mejen,
Sakrificë jashtëzakonshëm, askush, asnjë popull, domethënë në Evropë, nuk ka sakrifikuar sikur na për me arrit lirinë. Jem populli i parë në Evropë, në këtë Evropë, domethënë që kemi sakrifikuar, edhe ende jemi të sakrifikuar. Lufta shërimtare ka mbaruar në 99-ën, lufta politike dhe diplomatike ka filluar në 99-ën. Dhe tash duhet mendje, duhet inteligjencë, duhet guxim, duhet kompromis për me arrit, me përmbush Kosovën si një shtet evropian, me gjithë prerogativat që i ka një shtet evropian, me polici profesionale, me ushtri profesionale, me AKI profesionale, me gjyqtar profesional, me prokuror profesional, me minister me qenë minister që i përfaqëson popullin, Po e thoma herë me shumë. kryetar. Jo biznesmen edhe ministër. Nuk mundet se është problem. Është problem shumë, nuk mundet me majt. Konflikt Edhe interesi, misionet me konflikt shit interesi. pazar nuk Jo, konflikt, jo, Profesioni po të më thonë edhe emisionet me shit pazar nuk shkon. Ja, Ja, nuk shkon se është shumë problem është. Shumë problem. Edhe se kështu Thonë, në zhes ka botën ku ka mirë, e kse perëndimore. pazari. Botën perëndimore kështu bëhet. Domethënë në shtetet na kemi shtet mik, gjitha shtetet i kemi mikë në Evropë, po shtetin më mik i kemi Shtetet Bashkuara të Amerikës. Unë e kam mbaruar atje disa kurse tash. E di. Për liderizëm E di që edhe jetuar të diçka po s'bën me përmend. Edhe kështu që, domethënë, gjitha e kemi një praktik, një përvojë që kemi marrë atje. Edhe ata janë një qeveri e cila e don popullin kosovar. Popullin shqiptar në përgjithësi, se nuk e don shumë Kosovë, Shqipërinë atje, dhe e don popullin dhe e kemi në krah. Edhe na duhet me pas shumë kujdes, domethënë këto mos me qenë bukë përmes. Duhet me qenë shumë të kujdesshëm në raporte me ta. Bes faleminderit shumë. Edhe unë e pranoj ftesën tonë, kur Albin Kurti edhe këtë vetëvendosja, domethënë i ndreqin raportet edhe më mirë me Amerikën. Bravo, Dako Gito. Faleminderit. Bravo. Çike kero. Bes faleminderit shumë. Faleminderit. Por ai është prof. Faleminderit shumë. Respekt Hajde e me të bes. mirë. Profesor, kisha pas dëshirë, me që jemi minutat e fundit, se veç mo një mesazh për fund, për klasën politike, për njerëz. Po. Shiko, populli shqiptar i Kosovës ka arritur qëllimin e tij fundamental. Qëllimi fundamental ka qenë liria, E vërtet. pavarësia. Zbashku me miqtë tonë, nuk e kemi arrit vetë, po vetë kemi fillu, dhe ku të fillon një çështje vetë, e cila është e rëndësishme të ndihmojnë miqtë. Domethënë, zbashku me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me Anglinë, me shtete tjera, na kanë ndihmuar që e kemi ndërtuar një shtet në këtë shekull, dhe cilën në këtë shekull shtetet janë duke shkuar në konfederata, të shkuar në federata të ndryshme, por shteti pavarur, sovran, unik, i pandashëm, është shteti i Kosovës unik, të cilën është, domethënë, vlera ose mundi i gjeneratave. Nuk ka fillu historia me të të nishën. Na jemi pjesë e gjeneratët më hershme, gjatë të tetin, e gjeneratët më hershme. 62-68. Po, 2000, prej 1912-ës, kjo ka vazhdu kështu, ka pas burgosër vazhdimisht të dëvujtore, të vrame, prej babgjyshit tonë të kështu me radhë, dhe kemi arrit një qëllim. Këto duhet të arrujnë. E vërtet. Rujtja e shtetit bëhet me mend, me diplomaci. Nuk mund një shtet me funksionu vetë, pa miq. Kush është i fort? I fort është ai që i ka miq të fort, nuk është ai i vetë që është i fort. Ai që